Një familje shqiptare në Luka të Italisë humbi jetën tragjikisht në mbrëmjen e së mërkurës, si pasojë e një rrjedhje gazi. Viktimat janë babaja Artikola, 48 vjeç, nëna Jonida, 43 vjeçe, dhe dy fëmijët e tyre, Hajdar, 22 vjeç, dhe Jessica, 15 vjeçe. Një person i pestë, vëllai i kryefamiljarit, mbeti i lënduar dhe u transportua urgjentisht në spital. Edhe dy karabinierë, të cilët mbërritën për dhënë ndihmën e parë, pësuan intoksikim të lehtë, por janë jashtë rrezikut për jetën. Ekipet e shpëtimit gjetën tryezën e shtruar, që tregon se familja po përgatitej për darkë. Alarmin e dha vëllai i kryefamiljarit, ndërsa forcat e rendit u përballën me 4 trupat pa jetë në dysheme dhe situatën dramatike të familjarit të tyre. Kryebashkiaku i zonës shprehu tronditje dhe dhimbje për ngjarjen, ndërsa hetimet për shkaqet e rrjedhjes së gazit dhe elimimit fatal vijojnë ende. Nga detajet e fundit mbi ngjarjen, mësohet se familja kishte vetëm 5 muaj që ishte transferuar në këtë banesë. Ndërkohë fshinji dhe bashkëdhetari i kësaj familje, Ernest Çela, ka rrëfyer për mediat italiane momente dramatike kur hyri në banesë së bashku me karabinierët dhe vllain e kryefamiljarit. Sipas tij, ngjarja ndodhi rreth orës 21:30, kur në vend ngjarje mbërriti patrulla e karabinierëve bashkë me të afërmin e familjes. Menjëherë hym në banesë dhe u ngjitëm në katin e dytë ku pam 4 trupa të shtrirë pa ndjenja në tokë. Në atë moment shkova menjëherë të kontrolloja nëse kishin akoma puls dhe deri në atë moment kishin ende rrahje zemre, rrëfen ai. Fshinji shton se situata u përkeqësua brenda pak çastesh, pasi edhe vllai i viktimës humbi ndjenjat, ndërsa vetë ai filloi të ndjente marramendje. Sipas dëshmisë, të gjithë u detyruan të largoheshin menjëherë nga banesa pasi u kuptua se në ambient kishte monoksid karboni. Ai sqaron se ndihma e shpejtë nuk u lejuat ngjitej në banesë për shkak të rrezikut. Prokuroria e Durrësit ka urdhëruar sekuestrimin e dokumenteve dhe dosjeve nga bashkia lidhur me procedurat dhe tenderet për rehabilitimin e argjinaturës, bankinës dhe sistemin e lumit Erzen. Hetimet kanë nisur pas përmbytjeve të fundit që shkaktuan dëme të mëdha dhe evakuimin e banorëve, duke përfshirë edhe vdekjen e një punonjësi i marrë nga rrjedha e ujit. Procedimi penal regjistroi dyshime për shkatërrim prone nga pakujdesia, shpërdorim detyre dhe shkatërrim prone me përmbytje për të analizuar nëse pasojat kanë qenë natyrore apo nga mospërmbushja e detyrës. Rehabilitimi i argjinaturës nisi në 2021 me synim parandalimin e përmbytjeve, por situata e fundit ka nxitur prokurorin të marrë masa për tetuar në mënyrë të thelluar përgjegjësitë ligjore dhe teknike. Ditën e sotme, kryebashkiaku i Gjirokastrës Flamur Golemi u paraqit në SPAK. Deri tani nuk ka shumë detaje mbi hetimin për të cilin është thirrur për të marrë në pyetje, ndërsa organi i prokurorisë nuk ka dhënë informacion shtesë. Megjithatë, nga informacionet pa konfirmuara, çështja ka të bëjë me tender të Bashkisë së Gjirokastrës, ku Flamur Golemi mund të ketë bërë shkelje. Flamur Golemi, kryebashkiaku socialist i Gjirokastrës, njihet edhe për marrëdhënien e ngushtë të pushtetit me Mirela Kumbarën. Me siguri në orët apo ditët në vijim do të mësohet më shumë mbi thirrjen e tij në SPAK. I shkreu i burgjeve Agim Ismaili u paraqit sot në gjykatën e posaçme në shqyrtimin paraprak ndaj tij dhe të bashkëpandehurve Zambak Gjoni Arnold Rokaj. Ata akuzohen për një sulm kibernetik ndaj SPAK-ut si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ismaili dyshohet për përgjigjem të paligjshëm të dhënave kompjuterike dhe pjesëmarrje në grup kriminal në tentativën për të hakeruar sistemin elektronik të SPAK-ut, sulmi i cili ndodhi më 12 mars të vitit kaluar. SPAK konfirmoi se autorët arritën të merrnin disa informacione, por nuk depërtuan në sistemin e brendshëm ose dosjet hetimore. Zambak Gjoni dhe Arnold Rokaj u arrestuan dhe dyshohet se shpërndan të dhënat tek persona të tjerë të cilët po verifikohen për rolin e tyre në këtë ngjarje. Gjykata e posaçme e apelit ka ndryshuar pjesërisht vendimin e shkallës së parë ndaj zyrtares së lartë të policisë Ervina Gjana, e cila ishte nën hetim nga SPAK për një grup të dyshuar kriminal që abuzonte me tenderet e akshit. Në kontrollin e banesës së saj dhe bashkëjetuesit u sekuestruan 8 telefonat celular dhe 2 laptop, por apeli vendosi të kthejë disa nga këto pajisje. Gjykata gjithashtu urdhëroi ndalimin e publikimit ose dekonspirimit vendimit deri në përfundim të hetimeve paraprake. Ky vendim përforcon se hetimi vijon, ndërsa të drejtat e të pandehurës për pjesën e sendeve personale u rikthyen pjesërisht sipas ligjit. 10 banor të fshatit Baksëriol protestuan sot përpara SPAK-ut duke akuzuar biznesmenin Bashkim Ulaj dhe qeverinë e Edi Ramos për grabitje pronash dhe ndërtim të paligjshëm. Ata thonë se prej një viti kanë depozituar kallëzim në SPAK, por çështja u transferua te Prokuroria e Shkodrës dhe hetimet kanë ngecur pa rezultat. Një nga përfaqësuesit e protestuesve deklaroi se pas projektit fshihen interesat fuqishme dhe personazh të botës së krimit, ndërsa ndërtimi i një autostrade aty pranë lehtëson realizimin e projektit. Banorët theksojnë se do të vijojnë betejën ligjore, duke kërkuar nga drejtësia të hetojë me themel këtë çështje, që sipas tyre përbën një skem grabitje pronash me mbështetjen e zyrtarëve të lartë.
Familjarët e Sajmir Gjokës, 38 vjeçarit shqiptar që humbi jetën më 18 tetor 2023 në autostradën A1 në zonën Konjeto të Italisë, kanë dalë publikisht për të kërkuar drejtësi. Ata paralajmërojnë se dosja rrezikon të mbyllet pa autor, pavarësisht se ekziston një dëshmitar okular që mund të sqarojë ngjarjen. Viktima u përplas me gardin e autostradës dhe makina u përmbys, ndërsa personi tjetër në automjet u largua pa ofruar ndihmë. Familjarët theksojnë se Sajmiri po ndërtonte një jetë re, kishte shlyer dënimet e kaluara dhe po priste leje qëndrimi dhe punë të rregullt. Më 4 orë shkurt ata paraqitën kundërshtim ndaj kërkesës së prokurorit për pushimin e çështjes, duke mbajtur dosjen pezull. Procedimi përfshin vrasje me automjet dhe largim nga vendi i aksidentit. Familjarët insistojnë që dëshmitari okular të merret në pyetje, duke kërkuar zbardhjen e së vërtetës dhe drejtësi për Sajmirin, djalin dhe të gjithë familjen. Një ngjarje e rëndë është shënuar në Belsh, ku një 65 vjeçare ka humbur jetën pasi u kafshua nga një qen. Viktima Eminea Golli, banore e fshatit Çërrak, u sulmua nga qeni i fshinjit të saj dhe psoi plagë të rënda në këmbë. Si pasojë e gjakderdhjes së madhe, ajo nuk arriti të mbijetojë. Pas ngjarjes, policia ka nisur hetimet ndaj pronarit të qenit për të zbardhur rrethanat dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore. Henrik Hoxhaj dëshmoi sot në gjykatën e posaçme, lidhur me një konflikt të gjatë me Ismet Boriçin, që sipas tij nisi në fund të viteve 90 dhe kulmoi me tentativa të armatosura për hakmarrje. Hoxha i shpjegoi se zanafillat e mosmarrveshjes lidhen me Viron Kallaxhiun, shokun e tij të fëmijërisë, i cili kishte pasur konflikte të hershme me vëllezërit Boriçi. Ai tha se në vitin 2004 u plagos me 3 plumba, ngjarje për cilën dyshon se autori ishte Ismet Boriçi. Hoxha i pranoi para gjykatës se vendimi për hakmarrje ishte i qartë. Doja të mbaroja punë me të, ta vrisja, u shpreh ai në sallën e gjyqit. Gjykata e Gjirokastrës ka vendosur masën e arrestit me burg për 3 persona dhe arrest shtëpie për një të katërt, të dyshuar për dhunimin e një 30 vjeçareje në Këlcyr. Ngjarja ka ndodhur rreth 3 javë më parë dhe përfshin familjar të viktimës, bashkëshortin, vëllain dhe xhaxhain e saj. Sipas hetimeve, gjithçka nisi pas një debati në familje mes vajzës dhe burrit të saj, i cili duket se mbështetej nga vëllai dhe xhaxhai i tërës. Ata dyshohet se i kanë hequr lirim viktimës, e kanë mbajtur me forcë në automjet dhe më pas kanë ushtruar dhunë ndaj saj. Shkak i ngjarjes dyshohet kërkesa për divorc nga ana e 30 vjeçares. Një konflikt i çastit ka përfunduar me plagosje serioze. Në qytetin e Sarandës, viktim ka mbetur 48 vjeçari Gentian Mustafa, banori i Shelegarit, i cili u godit me grushte dhe sende të forta nga 45 vjeçari Gëzim Preçi, i lindur në Tiranë me banim në Lezhë. Burime nga vendngjarja raportojnë se sulmi ndodhi pa ndonjë motiv të qartë. Të pranishmit transportuar menjëherë Gentian Mustafa në urgjencën e spitalit të Sarandës, mjekët thonë se gjendja e tij është e rëndë pasi goditja poshtë syrit i ka shkaktuar thyrje kocke dhe hemoragji. Pas ndihmës së parë ai u dërgua me ambulancë në spitalin e traumës në Tiranë për trajtim të specializuar. Sipas bluzave të bardha, ai rrezikon të humbas njërin sy. Policia mbriti në vendngjarje dhe arrestoi Gëzim Preçi në flagrancë. Burimet bëjnë me dije se Preçi kishte qëndruar rreth një javë në Sarandë dhe më parë kishte pasur përplasje verbale me qytetarë të tjerë, por pa përdorur sende të forta. Dyshohet se 45 vjeçari ka shfaqur shqetësime të shëndetit mendor. Për këtë arsye, përveç arrestimit, ai pritet të dërgohet në Spitalin Psikiatrik të Lezhës për shtrim të detyruar në pritje të ekspertimit mjekësor. Policia gjermane arrestoi në aeroportin e Stuttgartit një qytetar të Kosovës i cili kishte një dënim të mëparshëm për vrasje. 53 vjeçari ishte dënuar në vitin 99 nga gjykata e Landit në Heilbronn me 12 vite burg, por pas 5 vitesh u deportua në Kosovë. Sipas raportimeve të agjencisë gjermane të lajmeve DPA, arrestimi ndodhi gjatë kontrollit në aeroport pas një udhëtimi nga Prishtina. Autoritetet gjermane e dërguan menjëherë në burgun e Stuttgartit, ku do të vuajë pjesën e mbetur të dënimit. 53 vjeçari ka ende 2127 ditë burg për të përfunduar. Autoritetet theksojnë se nëse ai do të kishte hyrë përsëri në Gjermani, dënimi i mbetur do t'i kishte shpëtuar, pasi ishte deportuar më parë. Alex Saab, biznesmen kolumbiano-venezuelian dhe bashkëpunëtor i ngushtë i ish-presidentit Nicolas Maduro, është arrestuar gjatë një operacioni të përbashkët mes autoriteteve të Venezuelës dhe FBI-së së SBA-ve. Ai u ndalua në Caracas dhe pritet ekstradohet drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'u përballur me akuzat për korrupsion dhe pastrim parash, që dyshohet se përfshin rreth $350 milion. Në të njëjtën operacion u arrestua edhe Raul Gorin, pronari i televizionit Global Vision. Lajmi ka shkaktuar reagime të përzjera, teksa avokati i Saad dhe gazetar pro-qeveritar e quajnë lajm të rrem, ndërsa autoritetet venezueliane nuk ka konfirmuar ende ngjarjen. Saab ishte arrestuar më parë në 2020 dhe u lirua në fund të vitit 2023 pas një shkëmbimi të burgosurve
Duke u emëruar ministër në qeverinë venezueliane, ky arrest, nëse konfirmohet, shënon një pikë these në bashkëpunimin ligjor mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës.